Optimizëm dhe shpresë për një sezon turistik të mbar ka përcjell nga sheshi i Skelës kreu i Bashkisë Vlorës Dritan Leli. Leli çeli festimet në pedonale ndërsa theksoi se festa nuk do të ndalet. Kreu i Bashkisë u ndal dhe në investime të cilat do të përfundojnë me ngulm para nisjes së sezonit turistik. Në një ditë vere ose në festën e ditës së verës që koha në rezervoi një ambient të tillë kaq të këndshëm, prezenca juaj e zbukuron më tepër. Faleminderit gjithëve që jeni sot në këtë shesh. Dhe sigurisht kur ka artist të vegjël që presin të performojnë para jush, fjalët e mia nuk do kishin asnjë sens. Megjithatë, unë thjesht dua t'ju uroj gëzuar ditën e verës. Gëzuar të gjithëve në familjet tuaja, në shtëpitë tuaja. Le të jetë kjo ditë thirrja e një sezoni të ri me mbarim të punimeve në qytet, me mbarim të punëve publike, të veprave të mëdha që janë duke u realizuar për të pasur të gjithë së bashku një Vlorë më të begat, një Vlorë më turistike, një Vlorë më të vizituar dhe një Vlorë të mbushur ashtu si sot ky shesh me turist për ta bërë jetën tonë më të mirë, për ta bërë jetën e këtyre fëmijëve më të begat. Gëzuar të gjithëve. Festa në pedonale nisi prej orëve të para të mëngjesit dhe kulmoi me koncertin festiv të orës 11, ndërsa do të vijojë atmosfera edhe përgjatë mbrëmjes. Me më shumë kujdes janë drejtuar voglushët. Bashkia ka menduar të vijë më afër tyre, jo vetëm nëpërmjet muzikës, fytyrat e tyre janë vizatuar për t'i përngjarë luleve shumë ngjyrshme. Gëzuar ditën e verës, sot ishte i vetmi urim.